stiller Neid. Er wird so gern ein richtiger Vogel sein. Papa Pinguin, Papa Pinguin, Papa Pingu, Pingu, Pinguin. Papa Pinguin wird so gern mal verreisen. Und er hüpft herum, doch da fällt er um, sein Flügel sind zu klein. Dann sitzt er da im Schnee ganz allein und weint. Mama Pinguin, die tröstet ihn und er geht so schnell nach Haus. Die eigenen Kinder lachen ihn auch noch aus. Und dann schläft er ein und träumt davon. Era bravo con le tette larghe e giù, diedi una rete bună giù. Era lot e bred e diră, era scuzifle, și-a îndornă mugă tiră ure drui cărțet. Era lot e cenidere, sfât largă nis, giură grice în mer, vora vale nis. Hotis garden fratafel, era pynefel, Raffi barn, när det är här på brännande damehus. مكتب الليل Ieri domnul că pe mine nu te geasă, fără pe scoate, ca nine mi fete, iar în capul de zâina s-a vitul la lume. La endoră scută și cu tatrigoiune, një, dy, trei, katër, pet. Valda propo për prapa për të shumë buzëqeshje. Dhe pastaj u paguajmë. Unë besoj se mund të rimoj da gjeni vllain e humbur, kur unë të shtrëngoj dorën e secilit, ju do të numëroni. Vajzo shtrëngoj dorën e secilit, se cili shikon të vajzën dhe të shtrëngoj të dorën. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gjashtë vëllë pa një tjetër të habitur.
Jungs, het eerste dramatische is tussen mij en nou. Het eerste jongens schieten. Jullie moeten tegen de kern gaan. Jullie moralische plaats para creare invece nazioni in emozioni, spre în bucur, votul nature, talent nature. Li consiglio să fare eroi măsuri care sunt și cabe. Për orët pa gjumë që ka kaluar, sepse të marrësh përsipër një dramatizim, një mësim të hapur, një pjesë të punës tonë, patjetër duhet që të kesh stres më vete, të kesh angazhime, impenjime, përkushtim, dhe të gjitha këto vjenë mbi shpatullat e mësueses, e cila I realizon shumë bukur me ndeshjet e saj. Ndaj unë dua t'i uroj këtyre fëmijëve që na kënaqën, suksese në mësime, mësueses gjithashtu në punën e saj të palodhur dhe një falënderim të veçantë drejtorit të shkollës Koço Konçari, zotit Fredi Botoli, për ftesën që na bëri duke mbajtur të ngushtë lidhjen që kemi ne midis dy shkollave si shkollë të binjakëzuar që ka dëshmorët e kombit dhe shkolla Koço Konçari. Një falënderim të veçantë dua të bëj gjithashtu dhe për prindrit që kanë mbështetur mësuesen, fëmijët e tyre dhe janë angazhuar për të realizuar sa më bukur këtë dramatizim. Se fakt Tani dy gjëra, unë do kisja më shumë po vjosa I ta të tëra, kështu që do të falenderoja për atë falëndzesje që ti kishin punuar me krye mësuesen e tyre Silvana, po veçanti do të falenderoj Fredin. Do të kërkoja bashkëpunimin ju, jeni pjesë e vendimarrjes në shkollë, jeni pjesë e aktiviteteve në shkollë, në mënyrë që ta ndjeni veten më afër familjes tuaja. Jeni të mishpritur në të gjitha orat, në të gjithë bashkëpunimin tonë, duke ardhur dhe duke na mbështetur, por edhe duke shprehur ato urrëtie e sugjerimet tuaja për punën. Ky bashkëpunim do të jetë I rrjedhshëm edhe në të ardhmen. Edhe një herë ju falenderoj për ftesën. Dhe veçanti edhe drejtorët e mësuesve, që cilët na erdhën në këtë aktivitet të përbashkët. Träumt davon, er fliegt bald in den Süden, von Paris nach Rom, übers Mittelmeer, von Madrid bis nach Athen. Über Hagenbeck fliegt er ganz schnell weg, denn da sieht er seine Brüder und die rufen rauf, flieg schnell nach Haus. Papa, Papa, Papa. Papa Pinguin, Papa Pinguin, Papa Pingu, Pingu, Pinguin, Papa Pinguin läuft immer nach den Sternen. Doch ist nun mal nicht zu fliegen, da seine Flügel sind zu klein. Er wird so gern ein richtiger Vogel sein. Und ihm wird ganz heiß und kalt im Eis, er versucht es noch einmal. Papa Pinguin, gib auf, du hast keine Fahrt. Und er steht im Schnee und der Herzog weht.